Një qelë se ata Serbian, aty nuk ka shërbyer. Ku ti vjen tharë dhe të vijë përballet me mua këtu ose të më sqaroj për çfarë arsye u dha 8.000 hektar malasezëve. Pse ju ke kopër apo Sharadinit vetëm pse tha që ndihemi turpruar kur shoh Kosovor në protestë apo pse? Ajo ishte tjetër gafe tia. Dhe ishte tjetër shërbim që i dha Edi Ramës në këtë situatë tepër kritike që ndodhet ai tani. Sepse praktikisht ai nuk është më nga populli nuk është më kryeministri i Shqipërisë. Dhe ajo deklaratë e Ramush Haradinajt është një deklaratë naive për mua, e pa menduar, i pa thelluar, për të mos thënë deklaratë e njeriu me një nivel inteligjencë poshtë mesatares. Se nuk mund të thuash që mira qytetarë shqiptarë që u ka vajtur thika në palc me vjedhjet, me grabitjet, me të pronave, të gjithë shka, të thuash ti që nuk jam dakord me protestën. Ku e gjeti atë drejtë? Ku e gjeti? Na nuk e ftuam. Do të vi të protestoj bashkë me ne në Tiranë, të vi. Unë kam 33 ditë që jam atje në protest për jashtë sot. Ke qenë pjesëmarrës protestë, sigurisht. Patjetër. Bile vetëm që kam qenë, por dua të denoncoj edhe një veprim shumë të ulët që u bë ndaj meje dhe që nuk më është dhënë përgjigje. Unë isha në protest dhe vjen një nga ata janë një 7-8 veta atje të mikrofoni që rrinë ati, kisha folur 2 herë të tjera, dhe herën e tretë, unë prapë fola dhe thash ato që mendoja unë, dhe vjen Genti Progri dhe më ngrën me gjithë karrike 8 veta, me gjithë karrike dhe më nxjerrin andej. S'më kanë thënë deri tani cili që shkaku, çfarë bëra. Se që të heqish dikë nga protesta, kush e ti që ke këtë drejt njëherë? E para, e dyta, çfarë bëra? Pse nuk ma thonë çfarë bëra? Unë e di çfarë bëra. Unë e di dhe pse më hoqën. Po ata s'janë burra, që ta thonë. Janë burrecër. Se ai që është burr, vjen e thotë, zotëri, ti ke folur dhe ke bërë këtë, ke folur kundër Izraelit. Po, kam folur kundër Izraelit, flas dhe do flas kundër Izraelit. E pse, zashë, çka po të bën Izraeli? Do të argumentoj. Zotëri, Edi Rama ka bërë marrëveshje me izraelitët për të shitur ishullin e Sazanit dhe tokat e Zvërnesit, dhe të Darzezës dhe gjithë ato tokat të fushës Myzeqes, në bazë të një plani të hartuar që në 1923. Ky plan i hartuar në 1923 është denoncuar dhe ka ardhur nga konsulata shqiptare në Vjenë në 1930. Dhe unë e kam këtu, mund të ajap të shikoni, të ajap në telefon, të shikoni që atere u denoncua ky projekt izraelit për të pushtuar tokat shqiptare, u bë lufta e dytë botërore, ande këtej dhe kemi ardhur këtu ku jemi sot. Por Izraeli na ka një borxë të madh neve, ne në Shqipëri, sepse nënat tona, gjyshet tona, i morën vajzat dhe gratë izraelite që erdhen, që po i përndikte Gjermani. Dhe në Shqipëri nuk u vra nuk u zu asnjë izraelit që të dorëzohej Gjermanëve. Pra është një veprim jashtëzakonisht prezantues, si thua, se kush është populli shqiptar. Dhe tani vinë ata dhe thonë, ne duam këtë ta marrim se do bëjmë biznes. Çfarë biznesi do bëjmë me këtë tallin? Ne dim planin e tyre. Dhe unë para kamerës tuaj do ju drejtojmë qytetarëve shqiptar që ta mbajnë mend mirë këtë fjalë që them sot. Se unë nesër pas nesër mund mos jem, por rinia, djemtë dhe vajzat shqiptare do ta përjetojnë këtë po them unë tani. Shqipëria është shitur te Izraeli në bazë të marrëveshjeve që ka bërë Edi Rama për të qëndruar në pushtet. Dhe Edi Rama po qëndron në pushtet vetëm me ndihmën e Izraelit dhe të miqve të tyre në Amerikë. Se edhe Donald Trumpi nuk bëri punë të mirë që vatë edhe ja dha të drejtën e dërgoi vajzën e tij në Shqipëri që të blej ishullin e Sazanit. Zotëri, ne po ua themi dhe nga televizioni jot po ua them. Më falni, asnjë metër tokë nuk do marrin izraelitët. Çdo metër tokë që mund të marrin izraelitët do lahet me gjak. Këtë ta din, ta kenë qartë si dritën e diellit. Po keni thonë shumë herë që e shihni ju kur vjet dota 2 korrekt do të rrëzohet Edi Rama, do të jep dorëheqje. S'kam thënë unë ashtu. Pse nuk dulli? Jo, nuk kam thënë unë. Jo, ju personalisht keni thënë nuk do ta zëm buaj korrekt në Kam thënë se kisha mendimin që
protestuesit do shkonin dhe do ta përmbysnin këtë pushtet gjakatar, anti-shqiptar, anti-njerëzor. Mirë po, fatkeqësisht shqiptarët do vi tek një fjalë e Khrushchevit në vitin 1959, që tha shqiptarët shiten për 5 aspra. Me të vërtet ne u shit kemi për 5 aspra. Se që të pranosh një pushtet, që të merr tokën, të merr shtëpinë, të merr ara, të merr bagtinë, të merr të tëra, dhe ti ta pranosh atë, dhe ti shërbesh për një rrogë 500.000, 600.000 lekë, do me $500-600,